arkitekti i cili po na ndërton shtëpinë e ka shpërnda në rrjetet sociale planin e shtëpisë, edhe ka marrë tepër shumë mesazhe me një diçka që më ka ranë sy, 90% njerëzve ma kanë shkru Valentin ti e meriton. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit që ma keni shkru, faleminderit që ju e ndjeni se unë e meritoj. Unë e ndjej se meritoj pikërisht edhe për këtë arsye dhe jam t'i arrit krejt. Krejt gjona që unë i kam imagjinu, krejt gjona që i kam shkru, krejt gjona që unë i kam pas si qëllime, i kam arrit dhe po i arri. Për ndryshe unë nuk isha dalë këtu mi u folë për para, nëse unë isha kanë jashtë atyne fjalëve që unë i flasë. Nuk kisha dalë para jush, s'kisha pas guxim. As zemër. Kjo është ajo ndjesia që shumë njerëz e mendojnë se ajo e meriton, unë nuk e meritoj. Kush jam unë mos me meritu? E di, e kanë llogarit ata që Valentina ka bërë shumë mira, ka ndihmu sa vite njerëz, ka bërë shumë ndryshime te populli jon, por edhe diçka kam pa mrena asaj që e keni shkru, që ti e meriton, sepse ti je një person me arritje, një naknena ose person që ki ndikim të tjerë. Po edhe ju keni ndikim. Nuk duhesh me dalti në rrjetet sociale, ose nuk duhesh me dalti në publik për me të bërë të mira në këtë botë. Nëse ti e menon se unë e meritoj, atëherë veç kthej edhe menoj edhe për veti. Kjo është ai reflektimi. Ti duhesh me reflektu me veten tane. Pse e menon ti se ti nuk e meriton? Sepse na kena në jetë vetëm ata që na e besojmë dhe mendojmë për veten tonë se e meritojmë.